ju bëj thirrje të rinë në shtëpitë e tyre dhe të evitojnë daljet. Ambasada është 24 në 7 e hapur. Ne kemi publikuar numrat tonë personal të emergjencë. Kemi ngritur edhe një grup WhatsApp-i ku kemi përfshirë të gjithë shqiptarët që jetojnë në Katar. Ne kemi rreth 200 shqiptar, më pak ose më shumë një numër që jetojnë këtu, dhe të gjithë i kemi përfshirë në grupin e WhatsApp-it dhe përveç informacioneve që ne updatojmë në faqen tonë të Facebook-ut, si në faqen e ambasadës, si në faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme, duke dërguar, ja u përcjellim dhe në WhatsApp. Shtetat shqiptare që duam të kthejnë janë shumë të paktë. Kemi këtu vetëm një familje që na kanë kontaktuar që është turist. Shqiptarët që ndodhen në Katar kanë një kohë të gjatë që qëndrojnë këtu dhe e dinë situatën dhe janë edhe të qetë. Domethënë nuk kanë edhe shumë panik, me thënë të drejtën. Edhe këtë duhet ta theksojmë dhe siç thash të ndjekin udhëzimet që japin organet shtetërore. Shqiptarët që ndodhen në shtetin e Katarit janë në punë shumë të mira, duke filluar në mjekësi, si pedagog, inxhinier, kompjuterik, shumica, domethënë nuk kemi shtetasit sepse ne kemi të ndërtuar të gjithë në listë, nuk kemi punëtor që punojnë në kantiere ndërtimi. Dhe shumica e shqiptarëve aktualisht, sipas grupit që ne komunikojmë, janë në shtëpitë e tyre dhe ndjekin punën online. Ne u kemi thënë, kemi ngritur database, se na kërkuar edhe Ministria e Punëve të Tjera, nëse shtetasit shqiptar që janë këtu do të është në dëshirën e tyre, sepse ne nuk na është dhënë një alert shumë i madh që duhet të ikin gjithë shtesat e evakuohen. Dhe presin të hapet hapësira ajrore që shtetasit të dërgojnë në destinacionin ku kanë pasur fluturimi. Shpresa, ne duhet të themi që shpresa është që do të përmirësohet, por gjithsesi mbetemi në pritje në ditën e vijim se si do shkojë situata.